Mirëmëngjesi. Ka disa muaj, konkretisht më shumë se 3 muaj, që Qendra për Shërbime Humane dhe Zhvillim ka nisur një hulumtim që ka të bëjë me qëndrimet e të rinjve rreth situatës politike, sociale, ekonomike, por edhe për liberalizimin e vizave. Të gjeturat sot në një konferencë për medje do të prezantohen mirë po paraprakisht për detajet dhe gjithçka rreth këtij hulumtimi që kanë realizuar drejtuesit dhe hulumtuesit e kësaj qendre, do të na tregoj koordinatori i qendrës që është Shkumbin Gashi. Shkumbin, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesë. Na trego, do thotë ka më shumë se 3 muaj që keni nisë realizimin e këtij hulumtimi, me sa të rinj është realizuar? Pikërisht para se me dal vetëm kisha dashur që me tregu që gjetura do të paraqiten sot në ora 10 fal në Swiss Diamond, kështu që gjithë mediat janë të ftuar që me pa se ideja është që ky studim është bërë për Qendrën për Shërbime Humane dhe Zhvillim që siç e thënë edhe jo që 3 muaj, edhe është bërë me mbi 200 të ri, mosha mesatare ka qenë 20.3 vjeç, kështu që është ajo pjesa ku shumë duhet me u fokusu që me punu, sepse është një mosër mjaft e gjanë edhe shoqënia e Kosovës është e përbërë kryesisht prej popullatës të re, kështu që edhe vetë studimi ka qenë i fokusum në qëndrimet e këtyre të rinjve, në çështje ndryshme cilat i brengosin ata dhe që ndikojnë direkt me qenën sociale. Studimi parimisht ka zgjatë 3 muaj, duke përfshi prej planifikimit, pastaj daljes në terren, marrjes së dhënave, analizimit tyne dhe në fund konkluzione dhe rekomandime, edhe ka dalë me disa gjetura që ne po konsiderojmë që janë interesante dhe që duhet me ju kushtu vëmendje. Çka tregojnë ato konkretisht? Për shembull, ka dalë që një prej dhanave që ne jemi fokusu ka qenë që përderisa 50% e tyre, 54% e gjithë mostrës tregojnë që diskutojnë për politikën deri 4 herë brenda javës, edhe thjesht janë shumë preokupuar me të, ndërsa në anën tjetër vetëm 8% e tyre konsiderojnë veten aktiv politikisht, dhe me thonë që ka një diskrepancë me asaj se çka ata duhen, edhe se çka ata e konsiderojnë të rëndësishme, plotësimin nevojë tyre në anën tjetër se sa këta persona janë të involvuar në atë proces. Gjë që mundet me rrjedh ndoshta në një pafuqi, edhe thjesht në ndoshta probleme tjera që munden me qenë edhe natyra psikologjike, ta zëm frustrim, irritim, ndoshta edhe depresion. Po, ndërkaq që te çështje tjera, sepse janë pyetësori sa pyetje ka pas? Pyetësori ka pas mbi 30 pyetje dhe është adaptuar në kontekstin kosovar. Pyetësori ka pas pyetje që duke filluar siç është ai paterni shumica pyetësor duke filluar nga ato demografike, duke vazhduar në pyetje që masin qëndrimet e tyre, ta zëm për politikën, për sistemin politik, ndanën tjetër besimet për institucion. Dhe hulumtimi është realizuar me trinjët e kryeqytetit apo edhe të qyteteve tjera? Në fakt, hulumtimi është realizuar me trinjët e disa komunave. Sigurisht Prishtina është përfshi, në anën tjetër ka pas trinj nga Lipjani, Malisheva, Podujeva, Skenderaj dhe Drenasi. Ideja ka qenë që e gjithë i projekti ka qenë e gjithë i hulumtimi që me kriju fillimisht një bazë, edhe thjesht me bo diçka në këtë drejtim, më pastaj me u zhvillu edhe në faza tjera, me shku që me u rrit numri mostrës në përgjitha komunat e Kosovës, sepse janë disa specifika që duhet me u merë me to që kanë dalë gjatë hulumtimit. Po, dhe përpos kësaj çështjes do të qëndrimeve politike që siç e the, mbi 50% 4 herë në javë përcjellin ose interesohen për këtë, ndërkaq vetëm 8% merren tamam. Cilat janë qëndrimet e tyre rreth sektorëve tjerë, rreth çështjes sociale, ekonomike? Po, për shembull, mas pari duke filluar te besimi në institucione, ta zëm ushtria qëndron më së lartë, në anën tjetër partitë politike. Besimi në FSK. Besimi në FSK. Këto e kanë treguar edhe hulumtime tjera zakonisht. Sigurisht, kjo është në konsistencë me hulumtime tjera, për shkak ndoshta një qasje idealistike që e kemi ndaj FSK-s, edhe asaj roli të ushtrisë që ka në Kosovë. Në anën tjetër, partitë politike kanë dalë me besimin më të ulët. Edhe kur këto lidhen se pyetjet, reagimet e tyre kanë një konsistencë, nuk mundesh, ne të paktën s'kemi vërejt që dikush thotë për shembull që është shumë i kënaqur, në anën tjetër vërehet që kur përgjigjet për anën ekonomike që vërehet për shembull që thotë nuk jam i kënaqur. Është një farë paterni që vazhdon, ta zëm shumica e tyre kanë thënë që
Përkundër që shumë raporte tregojnë që kosovarët janë ndër popujt më optimist në Ballkan edhe në Evropë, faktu ka dalë që këta të rinj nuk e shohin si shumë optimiste edhe nuk janë optimist për të ardhmen e tyre. Po për liberalizimin e vizave, cili është qëndrimi tyre? Sigurisht. Në fakt, diku 94.1% kanë thonë që liberalizimi i vizave veç është diçka e mirë për Kosovën, në këtë 94% ka dalë një, dikun 39.9% kanë thonë që është i mirë për shkak se përmison gjendjen ekonomike. Tash, në njërën anë mundem me thonë që kjo është liberalizimi i vizave është i mirë për arsye se përmison gjendjen ekonomike dhe e largon atë bllokimin edhe getoizimin e Kosovës, por në anën tjetër nëse vendosim kontekst e dim që vetëm para një viti, 2 viti kemi pas migrim masiv të rinjve, edhe nëse vendosim kontekst mundem me thonë që mundem me konstatu që këta persona e shohin është liberalizimin e vizave si një mundësi tyne që ata me gjetë ato plotësimin e nevojave bazike dikun tjetër e jo në Kosovë për shumë arsye. Një ndër arsyet është që këta si që cek nuk munden me shpreh vetën e thjesht nuk janë aktiv, në anën tjetër nuk janë aktiv në vendime që ndikojnë direkt në jetën e tyre. Dhe nëse 39% nga kjo 94% e shohin si daljen nga kriza, liberalizimin e vizave, a du thot që kjo përqindje del tjetë dhe potenciale që të largohet nga Kosova dhe mos të kthehet më? Sigurisht, një ndër ideja është që gjatë realizimit pyetësore kemi pas edhe ndoshta edhe biseda me këta persona që kanë tregu edhe ma shumë për... Edhe në fakt, një ndër problemet kryesore ka qenë që shumë prej tyre, ky 39%, por ndoshta edhe një mas tjetër që kanë thonë që ta zëm një 37% kanë thonë që e përmison gjendjen politike, edhe të këta vrejt pak naci, edhe mundem me thonë që të pjesa ma e madhe e mostrës, këta vetë se ishin largu edhe nuk ishin kthy në Kosovë për arsye që atje e shohin të ardhmen më të mirë. Ta zëm edhe në studimet ndryshme që bëhen tregohet që dikun paktën 50% e të rinjve në Kosovë e kishin shfrytzuar imigrimin pa marrë parasysh legal ose ilegal që me kërku një jetë më të mirë dikun tjetër. Dhe çka me këto të gjetura? Çka pastaj ose cilat janë rekomandimet e juja shkumbin? Sigurisht. Ideja kryesore është që mas pare me sensibilizu publikun që të rinjt nuk duhet me qenë edhe nuk mundën me qenë vetëm pjesë pasive e gjanave dhe proceseve tranzicionale që pëndodhe në Kosovë, që është gogja i stërgjatur këtë tranzicioni, por në tjetër këta të rinjt duhet me u fuqizu që me qenë qendër të aty në vendim. Qa kemi rekomandu është përveç së pare një farë presioni për e shoqërisë civile që organet legislative, ato si ato komunale, si ato të qeverisë, me miratu ligje që kishin me nëzit participimin e të rinjve, ta zëm edhe përmes kuotave të ndryshme, si që bëhet, edhe përmes diskriminimit pozitiv, po jo në një kohë shumë gjatë, po thjesht sa me i fuqizu këta të rinj, e në anën tjetër ojeqet të ndryshme, kemi parashiku duke përfshi edhe vetën, e thjesht me kriju një koalicion të madhë përmes cilëve kishim me ofru këtyne të rinjve mundësi që këta me i përmisu aftësit e tyne sociale, me avancimin e tyne profesional, edhe thjesht me pas mundësi që këta me kriju marrëdhënie edhe me tërheq paralele e bashkëpunime edhe me organizata jo qeveritare të vendeve të Evropës, gjë që parimisht është duke ndodhur. Kjo se shumë të rinj po gjenë ndoshta tash më letë mundësi me dalë jashtë Kosovës në kohë caktuar për një kohë, po themi një javore, thjesht po kjo po është shumë me benefit. Kur i kemi pyet disa të rinj kanë tregu që kanë përfituar shumë. Përveç asaj anës profesionale kanë përfituar edhe në atë se kanë lidhë marrëdhënie me persona që ndoshta mundën me bashkëpunu në projekte ndryshme. Mirë po, intervistimi i këtyre të rinjve, shkumbin tha që mosha mesatare ka qenë 20.3, a kanë qenë student këta? Apo që të punësuar, mirë po që nuk i vjojnë studimet? Mostra ka qenë, ideja ka qenë që përderisa mosha ka qenë 20.3, ka pas edhe nxënës, edhe student,
po në fakt sa i përket punësimit, duhet me cek që dikun shumica e mostrë kanë qenë të papunësuar, pa marrë parasysh që nështë ndonjëherë mosha ka shku deri në 23 vjetë, shumica kanë qenë të papunësuar, edhe ata që kanë tregu punësimin e tyne kanë qenë... Edhe që kanë përfundu fakultetin, mirë po që... Nuk janë punësuar, për shembull ka pas që kanë përfundu fakultetin, por janë duke punu si kamarjer, diçka që po besoj që e vrejnë... Jo në profesionin e tyre. Jo në profesionin e tyre, që nëse e fusim në kontura psikologjike, e vrejmë që kjo mënët me pas gjithashtu dame psikologjike të këta ty. E qartë. Faleminderit shumë për këto informacione, Shkubin. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakojmë nesër në terminin e njëjtë.